Me shenjën e parë, uroj e shpresoj që tjetë një ditë e mbarë kjo e martë për pjesën më të madhe të shenjave. Zakonisht, dita e martë është e veshur me parajgjykime që nuk është dita më e mbarë ndonjëherë, por urojmë që ky horoskopi ditës së sotme të na vërtetoj të kundërtën edhe ta hedhim poshtë këtë hipotezë. Shkojmë tek dashi. Në planin profesional priten zhvillimet të rëndësishme, sidomos për ata që kërkojnë ndryshim apo promovim. Projektet e lëna pezull mund të rifillojnë, por kërkohet vendosmëri dhe fleksibilitet. Financat do të mbeten të shëndrueshme, megjithëse shpenzimet e papritura duhet të menaxhohen me kujdes. Keni vëmendjen që të kushtoni momentin e duhur të gjithë kësaj situate në mënyrë që të mos ngatroheni. Shkojmë tek shenja e radhës, tek Demi. Për Demin është një periudhë reflektimi dhe riorganizimi në punë. Mund të ndjeni nevojën për të ndryshuar drejtim ose për të konsoliduar pozicionin aktual. Financiarisht kërkohet disiplinë, kështu që shmangni shpenzimet dhe mos shkoni të bëni investime me parat të cilat nuk i keni. Shkojmë tek binjakët, sa i përket shenjës së binjakëve. Ritëm i ngadalt në punë, por me mundësi konkrete për përmirësim. Bashkëpunimet mund të sjellin përfitime nëse menaxhohen me kujdes, ndërkohë që në aspektin financiar këshillohet të shmangni rreziqet dhe të kontrolloni shpenzimet. Kjo sa i përket binjakëve, ndalim tek Gaforja. Për Gaforen është një fazë pritjeje në karrierë, ku rezultatet nuk janë të menjëhershme, megjithatë, idetë e reja që po formësohen mund t'japin fryte në të ardhmen. Financat kërkojnë maturi dhe planifikim më të kujdesshëm. Shkojmë tek Luani. Sfida në punë mund të testojnë durimin tënd sot, por këmbgulja do të shpërblehet. Mund të hapen mundësi të reja, veçanërisht për ata që kërkojnë ndjes që të zgjerojnë aktivitetin. Financat kërkojnë balancë mes të ardhurave dhe shpenzimeve. Shkojmë tek Virgjëresha. Pasigurinë në ambientin profesional mund të krijojnë tension, por analiza e kujdesshme do t'ju ndihmojë që të merrni vendimet e duhura. Financat do të jenë të zhvendrueshme, por kërkohet kontroll më i madh mbi detajet dhe shpenzimet. Kjo sa i përket Virgjëreshës, shkojmë tek Peshorja. Për Peshoren, duket se kjo do të jetë një periudhë më e favorshme për nisma të reja në punë, mund të shfaqen mundësi për bashkëpunime apo investime të dobishme. Financat janë në përmirësim, por kërkohet guximi i matur për të përfituar nga rastet që shfaqen. Shkojmë nga Peshorja tek Akrepi. Vendimet të rëndësishme profesionale janë në horizont. Intuita juaj do të luaj rol kyç në zgjedhjet që do të bëni, e nga ana tjetër, financat paraqiten të shndrueshme, por kërkojnë organizim më të mirë dhe duhet padyshim të shmangni rreziqet e panevojshme. Nëse e bëni këtë, do mund krijoni një stabilitet ekonomik të favorshëm për veten. Shkojmë nga Akrepi tek Shigjetari. Sa i përket Shigjetarit, energjia pozitive reflektohet edhe në punë, ku mund të ketë një përparim dhe njohje të merituar. Financat tregojnë shenja përmirësimi, sidomos për ata që kanë investuar kohë dhe përpjekje në projekte afatgjata. Kjo sa i përket shenjës së Shigjetarit. Zhvendosemi tek Briciapi. Sa i përket Briciapit, kjo është një periudhë që kërkon përqendrim dhe disiplinë në punë. Sfidat të vogla mund të shfaqen, por do të tekalohen me pragmatizëm. Financat mbeten të shndrueshme me mundësi për përmirësim gradual. Shkojmë nga Briciapi tek shenja e radhës, jemi tek Ujori. Sa i përket Ujorit, do të vi në ditën e sotme me ide të reja dhe kreativitet në rritje, të cilat mund të hapin rrugë të reja profesionale. Është një moment i mirë për të eksperimentuar dhe për të marrë iniciativa. Financat kërkojnë kujdes, sidomos në investime afatshkurtra. Dhe shkojmë në përfundim tek Peshqit. Sa i përket peshqve, ambicjet profesionale janë të larta, por kërkojnë një qasje më realiste
për të realizuar. Bashkëpunimet mund të jenë çelësi i suksesit, ndërkohë që financat kërkojnë kontroll më të madh duke shmangur shpenzimet e panevojshme dhe rreziqet. Kjo sa i përket edhe shenjës së peshqve.